Edhe më thonë që kjo e thonë, që thonë. Ashtë, që? Se trokita pak ato, unë e kesh. Unë e kësha në numë dhe 2-3 herë. Edhe jetu, të të shpia jo. Më konë për janë prendim, asë nuk të lengë të me i. Dhe po që shtete nuk përbën kur gjo, për me mbrojta banor. Kjo shtëpi, banori i kësa shtëpije, këthe e shtëpije, e ka marrë një mos mbrojtëse vetë. Edhe e ka ndërtu një muri që ka qenë 5 metra. Tash për kjo do këtë që është as 1 metër. Që edhe kur ka ndodhë në shkurt më thanë, kjo prej 5 metrave tash ka ra as 1 metër as gjysmë metre është. Domethënë që kjo tregon që kjo tokë, që kjo lagje ka probleme serioze. Pa një studim të mirëfillt, pa një punë serioze të mirëfillt, jo me vizita, jo me mikrofona në gjithë, se unë do të më pas mikrofonin, jo kryetari i komunës, jo ministri, veç gazetari. Nuk ka asnjë punë. Tash nëse kishu mujt me marr dikon prej edhe këtyne që janë të rrezikuar këto, nuk e di nëse mund me fol, do me fol dikush. A do me fol banori pronari kësaj shtëpisë? Si e? Ai mirë. Çaj mirë, si. Ti je pronari kësaj shtëpisë apo? A mund të më tregu ç'është gjendja të shtëpisë? Po, është, okay, është. E vllava jam qyre këtu, mas pore, qyre këtu. Kanalizimin mu ka du mi hek pejt, mi qitë për mi tuk, mi qunë shak kanalizim atje pusht, do javë kam të loshë me kanalizim. Çdo javë. E qa, çdo javë kështu ka rëshqitje pak a shumë, ç'është rëshqimi janë shpitane? Okej, hajde. Që kjo është rëshqitja. Domethënë, te çto me çto tokë është, ti s'më të bëni plan me jetu këtë gjatë, apo? Kjo ka në gjenet mirë me nej. Okej. Po. Edhe këtu pas kanë lut. Edhe mrena në shtëpi ki qamja. Hajde. Jo, avë shikaqa. Hajde, pri. Po. Nëse kisha mujt me tregu shtoje, që kjo është gjendja e shtëpive që janë tu banu njerëzit. Gjendja kësaj shtëpie, që edhe dritarja. Domethënë kjo është veç në lëvizje pak e të shtujeton me familja këta. Qysh? Okej. Kjo pjesë kretë ullë kështu të push, kjo me mund është që edhe këtë dhe më shirë më shumë. Rëzik, madhe. As këtë. Jo, shirë. Do të pas ka me gjithë shtëpia, Gjithë shpije. gjithë shtëpia që mund të mërzu me një rëshqitje tjetër dhejut. Po, që edhe këtu. Që është e. A e shku në komunë se më në ku dikone se... Komunë i kena bo ato kretë, vlerësime që i kanë lyp, i kena pagu privat, i kena qu, komuna kanë thonë se i kanë dërgu në Prishtinë. Po, edhe që të ka metë. Që aty ka metë. Komuna mu, për mu, komuna si komunë e dim që s'ka bugjet për me bo financim që tonë që dëmë qa është, si të une, si të kojshicit e tonë. Mos po thonë veç për të une, po për gjithësi, se nuk është interesant veçone me bo zgjidhje, e ata tjerë me metë mos me bo zgjidhje. Po do të me gjetë të gjithë. Do të me gjetë për të gjithë, e për të tonë nuk ka mundësi. Kjo është krejt çështja e qeverisë. Llogarit e këto janë konë mi këto qikaqë. Po. Tash, qëre qysh është. S'kam se më Po, ja, këto përshijet. Komuna i ka disa mekanizma që mundet me që për para. Kjo, qërë qysh është atje, qërë këto. Këtu duket, on për tjetër drita duket. Po, plani. Ja, këtu ka shumë rrezik këtu me nejtë, bile. Po jo, këtu vesh. A të vesh na e sen, po. Okej, shumë faleminderit që na pranuve, se shumë kemë rëndësi që e mrena. Una fet e posa komoditetin. Po. Me thonë ditë. Rasti të ky, për shembull është problem me gjet komoditet me fol ashtu me rati për çështje. Jo, kjo situatën. Unë kam shpesu fort të di që edhe në nivel lokal, edhe në nivel qendror i takoj një partije, se këtu shumë procese në Kosovë mbetën pazir për shkak të note politike. Po, do të thonë kur ka qenë, po thotë që kur ka qenë PDK-ja këtu, e ka qenë vetëvendosja atje, u ka një vari ide që ka mujt mos me shku puna për para. Për fat këtë situatë, po kom shpesu fort që të pos pasi që niveli qendror, niveli lokal, jenë një partije, kjo çështje ka marrë seriozisht, edhe pse tona po bojnë pak popularitet e reklama se anë. Unë s'po moj me kuptu, burr. I në konë me nëzjare, sa shkojnë millin lula, e bojnë ndërtime në veri, në pjesë tjera, për shamu, ku njerëz nuk jetojnë, me zjedhë probleme njerëz që realisht janë të bodhë me rrezikun. Banorët e tillë duhet mi qmu për guximin që guxojmë ne tonë të shtëpia. Po. A din thonë sinqerisht. Unë e kisha në numë dha 2-3 herë, edhe jetu të shtëpia jo për shembull. Po tash me dalë kurën e tina, as ky se ka let. Ka 2 vite kur ka qenë Fatën Peci këtu. Ka thonë momentin e parë që të konstitut qeveria, problemi i parë që kena më ballafaqu, me çit punë ka me qenë që kjo. Po, dhe si ka tregu cila qeveri. Po tash jo ka qenë. A dhe shkojmë tash në një shtëpi tjetër. Se më duket edhe çka shtëpia tjetër do më fol. Vazhdojmë me inspektu shtëpiat e tjera. Që si shtëpia që ka po? Hajde shtëri.
këtë presht, atje këtë presht. Edhe po më thonë që kjo jeton, që thonë? A është e vërtet? Që tu jeton, a? Po, a është? Shumë, mere paska. Nuk e dine se gudzojnë, a gudzojna me qëru? Mëse është pron private? Ha dështrin, kujdes që të. Një jetë ka për shpia që 3 vjetë e gjys. Si merë. Apo a? Na fala, kena hi pak. A e mirë si? Se trokita pak ato, unë e kesh. Unë jam vullneti, gazetar. Si e? A e mirë ti? Kjo është Trera, kameramane. Që tu po banana? Që sa vjetë? 1 vjetë. A jeton ish vetë këtu a? Okej. E që është të sa mrena këtu? Valla e prish. Këtu nuk ka asë një shansë me që që po këtu? Me jetu? Okej, a ka qenë kush me visitu ose me bane fa egzaminimit e shpis? Po jenë konë kështu komuna këtu. Okej, po, qka që? Që e prenari e kësa shpisa? Kësaj shtëpis. A jemi mirë si e? A më nëshme nga të regu? Unë jam argëmtar, vi nga Gjermania. Rregullisht kur duhet me ardhë, po duhet më interesu se mu ka pas prish ujësjesin atje. Këtu po qa dërre rregullisht, po ka kërë s'fëndërmerë. U gja? Po vinë, bashkë që tash në vendendojse kur i patë këtë mitingu këtu, fola me Fiture Pathullin, thash këmë po që e konë bajrë, thash po si në ndërmarë kur gjë. Unë thash nuk jam kënë as stadione, as gjamia, as kindergarten, as kur gjë. Thash po për momentin, kryesore që ke lagje. Njerë të jetu me thmi, i thash, apo pritin më bo tragedi, këtë që shë bo, se këshore. Po e po se kështë këshia jotë. Kur je marrë këtu, ka rrjedh ujë nuk di, po drumi është komplet ujë. As si ka pas në komunë letër që kanë shkru, që është e dëmtum. Merë be me. Po se unë e thash me herë të këshyra sa ishin ndru 3 ministra, 2 kryetar komunave. Po tash këshyre tash. Për shembull, më konë për janë prendim, as nuk të lënë këtë me je. Po, Ta po vërtet. prenë dhe ta bën zgjedhjen. Këshyre për shkollë që ka bo. Okej. A e mirë si e? Edhe këti për shembull. Që shpodel që te prish shpis, prish shkallëve? Apo? A këzën me folë? Hajde shtërë? Jo kretu kom për mune e pështet. Okej. Që ka bo. Qëre shkollë. Dhe me thonë, për me një me nejtë të kushtet që të kjo, dhe me një të sajtë që të shkallëve. Kërë ka hiq krejt. Shpin? Po, krejt. Okej. Krejt e ka hiq. Konë shpija e re këtu, ganë, Pivo krejt e re. kom që të e marrë e ndërtume. Po. Ka i disa burë. Nuk dukti që ka pas shpi. Edhe kjo është shtëpia këto shtërë. Po shihet për jashtë që Po. është Po, e kam shenë. Ku, hajde shtërë, po të shtërë së të kjo. se ti ma herë të më pyte, Po. pyetje mi bo pa të mpetë. Në Po. veç që bo një pyetje, Hajde shtërë, të gajnë të. tregom mundësisht në qëtu pomje që bishe. Po, unë kam shku me të regu që të poni. Edhe pëse që a i ka po. Qysh, jo, Po. a i ka qenë A i ka qenë këtu. qysh me gjithë mundësi koraje me jetu në qëto kushte. Që është? Ana është shpese? Qërë ku ka jetu? Jesus Christ. Ta është për posë që njëzit, okej, kë ka shku, ka dalë kë. Për qërët atje që kanë metë, qërë ku e kanë rrimen. Vështë, ndërsa në munges të një zgjidhje kreative është kjo. Shkalla. Po flik minaturëve këtu, që kam punu në fabrika këtu, që kun Trepqa. Okej. Minaturëve janë. 8 ditë, 8 nëjtë ka nejtë në për grevë në atë ku, për qitë shtetë. Ta shteti duhet më ragu për këta banor këtu. Që si thash 6 metra në alësia, ka herë kollu atje. Ka herë kemi munu pak mua vytë për me jetu aty, po dita ditës që shku dollë kë, çdo javë ka një banor, po del për këtu e. Ka me mejtë edhe pas një banor Pas tani një më. banor ka me nejtë lagja, ka gradualisht. Faleminderit shumë që më pretet. Ka shpi bajirit.